Assalamu alaikum wa rahmatullah. Të nderuar teleshikues, vazhdojmë me ciklin e emisioneve Rinia me sfidave dhe besimit. Emisionin e kaluar kemi trajtuar temën ose më saktë u ndalëm tek tema harta e jetës. Në shtjellimin e kësaj teme, u ndalëm tek 5 pika kryesore dhe nga këto 5 pika kryesore thamë që do të fokusohemi tek domosdoshmëritë dhe gjërat e nevojshme. Për trajtimin më tepër se cilat janë këto të domosdoshme dhe të nevojshme, kemi të ftuar hoxhën e nderuar si gjithmonë, Mustafa Terniqi. Hoxh, selam aleikum, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm, aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoxh, emisionin e kaluar ose temën e kaluar më saktë, përmendëm që duhet fokusohemi tek domosdoshmëritë dhe tek gjërat e nevojshme. Nëse mund të bëj një pyetje, çfarë janë domosdoshmëritë? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, falenderojmë Allahun e madhërisëm, i cili na dha fen, na dha mendjen që të kuptojmë dhe të përcaktojmë gjërat e duhura ashtu siç duhet të jenë të duhura. Salavatet e dërgojmë pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin për familjen e ndershme të profetit, për shokët e tij besnik dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Në aspektin konceptual, ndoshta njerëzit nga relativiteti i mendjes së tyre, mendimeve të tyre, nuk mund t'i përcaktojnë cilat janë gjërat e domosdoshme njësoj. Përse? Sepse ndoshta ata ndryshojnë në aspektin ideologjik, kanë fe të ndryshme, kanë rrethana të ndryshme, jetojnë në vende të ndryshme. Interesat e tyre ndryshojnë në raport me interesat e të tjerëve. Andaj në aspektin fetar, në aspektin islam, sidomos për të rinjt musliman, gjërat e domosdoshme i ka përcaktuar vetë Allahu i Madhërisëm nëpërmjet argumenteve të ndryshme që kanë ardhur në ajetet kuranore apo në hadithet e pejgamberit alayhi salatu selam, ku dietarët kanë marrë përsipër të analizojnë të gjitha argumentet edhe të nxjerrin cilat janë gjërat e domosdoshme. Dhe në islam kemi 5 domosdoshmëri, të cilat janë të panegociueshme. Pra janë 5 domosdoshmëri që ne nuk negociojmë tek to. Nuk negociojmë të ato dhe duhet patjetër të jetojmë me to, të jetojmë për to dhe të japim jetën për to. Këto e diçka vërtet e rëndësishme. Prandaj quhen të domosdoshme. Pra sa gjë të nevojshme është diçka tjetër. E para është feja. Është vetë jeta e njeriut. Është familja e njeriut, është prona dhe është mendja. Këto janë 5 gjërat e domosdoshme të përcaktuara në sheriatin islam, në fen islame. Pse këto të 5-ta? A mos vallë nuk ka gjëra të tjera të cilat janë shumë të rëndësishme? Ka. Por këto janë 5 gjërat e panegociueshme. Elementare, le të themi. Këto janë elementare. Njeriu nuk jeton dot pa fe. Njeriu nëse jeton pa fe, do thotë jeton pa Zot. Nëse njeriu jeton pa Zotin e tij, ai nuk njeh krijuesin e tij. Në momentin që ky njeri është moshminjos ose ndoshta mohues i Zotit që e krijoi, i krijuesit të tij, nuk ka se si të jetë më i sinqert me krijesat e Zotit. Shumë e qartë. Dhe mos harrojmë pjesën tjetër që në të gjithë në bashk, fëmijët e vegjël, pleqt, burrat dhe gratë, ju të rinjt, gjithë në bashk jemi nisur për një destinacion të fundit që në momentin që lindëm, që në momentin që erdhëm në jetën e kësaj bote. Mos harrojmë që ne nuk ishte zgjedhja jonë për të ardhur në jetën e kësaj bote, dikush na solli. Pse pikërisht këtu dhe çfarë ka për te kësaj? Pra i bie që në momentin që lindëm, jemi nisur për drejt një destinacioni për të takuar me atë i cili na solli. Për të takuar me atë i cili na krijoi dhe për të dhënë llogari për gjithçka që kemi vepruar, edhe që t'japim një llogari të ndershme, një llogari të saktë, një llogari domethënë të lumtur, pra të shpëtojmë nga testi i fundit që do të kemi, sikur kemi testet e dynjas, e jetës së kësaj bote, atëherë duhet kuptojmë që porositë hyjnore që vijnë prej Zotit fuqiplot, prej krijuesit ton, ato janë normat dhe etika jonë morale dhe shoqërore që duhet i kemi dhe duhet i realizojmë dhe duhet i plotësojmë dhe duhet të adhurojmë Allahun xhele xhelalu, e gjithë kjo quhet fe. Shumë e qartë. Por renditja hoxh është pikërisht kështu, pra feja, jeta, se u duk sikur
Si ka mundësi të jetë feja përpara jetës? Nuk mundemi dot dhe tham, destinacioni ynë është i pashmangshëm për t'u takuar në ahiret me Zotin tonë dhe atje nuk ka gjë tjetër, vetëm se xhenet dhe xhehenem. Çfarë vlen jeta jon pa Zotin kur ne mund të jemi të përhershëm në zjarrin e xhenemit? Feja është ajo që na mëson se çfarë është njeriu, kush është Zoti, çfarë është familja, çfarë është mendja, çfarë është prona. Pra të gjitha ato domosdoshmëritë e tjera nuk kuptohen ndryshe vetëm se me atë nocion, me atë koncept që ne i tregoi vet Allahu i Madhërisëm. Prandaj rënditet feja. Është vetë jeta e njeriu, jeta është e shenjtë. Jeta është e shenjtë. Andaj dhe nga kjo kuptojmë se domosdoshmëritë e përcaktuara në fenë islame, sidomos të rinj, duhet i kuptojnë të tilla për të treguar që jeta e tyre është e shenjtë dhe që të jetë jeta e shenjtë i bie që ne do formojmë një jetë, të rinjt ju do formoni një jetë e cila do të jetë larg krimit. Po duhet jemi të kujdesshëm me këtë, është pjesë e shenjtë. Larg problemeve, larg zullumeve, larg abuzimeve, larg padrejtësive, të cilat çojnë në marrjen e jetës së njeriu në formë maksimale, por në marrjen në formë abuzive të pronës së tij. Mund të futesh domethënë dhe të abuzosh në familjen e tij, e kështu me radhë. Pra ka një rënditje që vet Allahu i Madhërisëm në argumentet që kanë ardhur në shariatin islam janë të përkufizuara dhe janë të renditur në këtë formë. Është feja, nuk jetojmë dot pa të. Është jeta, është e shenjtë, na ka dhënë Zoti dhe duhet ta ruajmë atë, ta jetojmë dhe ta zhvillojmë atë në jetën e kësaj bote. Kemi pastaj familjen. Nuk ka kuptim jeta e njeriu pa familje dhe ne kemi folur sa e rëndësishme është çështja e familjes. Kemi çështjen e pronës. Ne do jetojmë, po ku do jetojmë? Pa marr parasysh se dikush i ka më tepër pronë, dikush i ka më pak pronë, varësisht të rrethanave, dikush është më i pasur, dikush është më pak i pasur. E rëndësishme është që prona është pjesë e patjetërsueshme, është pjesë e panegociueshme dhe nuk mund të cënohet në asnjë mënyrë, prandaj dhe quhet pjesë e domosdoshme. Kemi pastaj edhe mendjen. Pse mendja? Sepse nëpërmjet mendjes ne i logjikojmë të gjitha këto gjëra. Nëpërmjet mendjes logjikojmë atë që na porosit Zoti. Njohim Zotin ton, adhurojmë Zotin ton, krijojmë dhe formojmë raportet tona, bashkëpunojmë njëri tjetrin në formën më të mirë, nëse mendjen e shfrytëzojmë ashtu sikur duhet të shfrytëzuar. Pra, këto janë 5 domosdoshmëritë dhe quhen të tilla në fenë islame sepse janë të panegociueshme. Hoxh, ma bën halal nëse mund të bëj një pyetje tek pika e fundit, tek mendja. Mendoj që është e qartë kur cënohet feja, familja, prona, po mendja, si mund të cënohet mendja? Mendja cënohet atëherë kur ty të kufizojnë lirinë e fjalës. Dhe ne shqiptarët e kishim. Pra ti ke plot ide. Ti je shumë i përparuar, je shumë inteligjent, prej teje mund të ketë dobi i gjithë vendi, i gjithë shoqëria ku ti jeton, por duke qenë se liria e fjalës është e cunguar, liria e fjalës nuk ekziston siç ishte tek ne, domethënë në kohën e komunizmit, në Shqipëri ka qenë më e theksuar, por edhe në Ballkan, domethënë edhe pjesët e tjera ku kanë jetuar shqiptarët, por sidomos në Shqipëri ka qenë domethënë liria e fjalës ishte ajo që cënonte mendjen. Pra, ç'do të thotë mendje? Nëpërmjet mendjes ti ke ide. Mendim domethënë. Mendimin tënd. Shumë i qartë. Sepse nuk do të vi dikush dhe do të marrë mendjen dhe ti tani do të quhesh i marr. Jo, ty të cënojnë në mendimet e tua, në idetë e tua, në përparimet e tua, ndërkohë që Zoti na la të lirë, "Walaqad karramna bani Adam", ne kemi nderuar birin e Ademit. Me çfarë na nderoi Zoti ne? Me gjallërinë fizike nëpërmjet shpirtit dhe me gjallërinë dhe forcën mendore. Forcën psikologjike. Pra Zoti na bëri të mendojmë, na bëri të logjikojmë, na bëri të perceptojmë, na bëri të konceptojmë, na bëri të analizojmë, na bëri të planifikojmë, na bëri të projektojmë, na bëri të jetojmë dhe zhvillojmë jetën nëpërmjet forcës arsyes dhe mendjes, dhe vjen dikushi na cënon të gjitha këto. Atëherë çfarë më duhet mendja brenda një kufiri që e kam për vetveten time nga brenda dhe nuk e sheh dot dikush? Po, është me vërtet një cënim. Prandaj dhe çështja e mendjes futet domethënë te 5 domosdoshmërisë e përcaktuara në fenë islame. Hoxh, nëse mund ta themi në një farë mënyre, besoj e shpjeguam pjesën e domosdoshmërive. Kalojmë dot tek gjërat e nevojshme, pra cili mund të jetë përkufizimi i gjërave të nevojshme tek jeta e njeriu. Atëherë, gjërat e nevojshme janë ato gjëra të cilat njeriu pa to mund të jetojë, por janë tepër të nevojshme për të zhvilluar 5 të parat në formën më të mirë. Do të thonë lidhet edhe kjo me domosdoshmërinë. Por nuk është për shembull kemi arsimin, kemi edukimin, kemi ekonominë,
Domethënë edhe të nevojshmet në një farë mënyrë lidhen me të domosdoshmet. Lidhen patjetër sepse gjërat e domosdoshme janë ato gjëra të cilat ne nuk jetojmë dot pa to. Mirë po që t'i zhvillojmë ato në formën më të mirë, kemi nevojë për gjëra të tjera të cilat nuk janë të domosdoshme. Pra ne mund të jetojmë pa to, por prezenca e tyre na i lehtëson punët më shumë dhe janë të tepër të nevojshme në shumë aspekte sepse nuk ka kuptim që të jetojmë me domosdoshmëri duke qenë të ngushtuar, Shumë e qartë. duke qenë të prekur, duke mos pas hapësirat e duhura dhe mundësitë e duhura. A mund të sillni disa shembuj të pikërisht këtyre gjërave? Patjetër, në shembull mund sillin, për shembull kemi arsimin, kemi edukimin, kemi ekonominë, kemi shoqërinë e mirë, kemi sportin. Edhe sporti është diçka, domethënë, shumë e nevojshme madje, jo thjesht e nevojshme ose dobishme, është shumë e nevojshme edhe plot gjëra të tjera. Pse? Sepse faktikisht të gjitha këto ndihmojnë tek ajo që ti nuk mund të jetojmë domosdoshmëritë tona të pesa që përmendëm, nëse nuk kemi formimin e duhur shkencor. Këtu futet arsimi. Nuk mundet arsimi ynë dhe formimi ynë shkencor të jemi të sinqert, besnik në jetën tonë shoqërore, nëse nuk kemi një edukim të mirëfillt. Të gjitha këto bashkë, edhe pse mund të kemi pronën si gjë të domosdoshme, ne nuk mund ta zhvillojmë jetën në një formë më të mirë nëse nuk kemi një ekonomi më të mirë. Shumë e qartë, po. Në të njëjtën kohë, ne mund të penalizohemi nga të gjitha këto duke qenë të vjedhur nga shoqëria e keqe. Atëherë na duhet një shoqëri e mirë. E kemi tepër të nevojshme një shoqëri të mirë. Mirë po, kemi plot gjëra të tjera të cilat janë tepër të nevojshme për të zhvilluar një jetë më të mirë në domosdoshmëritë tona. Hoç, po sporti. Okej, këtë jam dakord me gjithë, edhe me sportin jam dakord, po thjesht nëse mund ta shpjegoni diçka më shumë. Po, sporti si sport. Në kohën tonë jemi pak më të vjetër, thuaj dhishe përhapur vazhdimisht, mendja shëndosh në një trup të shëndosh. Edhe trupi shëndosh, pra i mirë fizikisht, i fortë fizikisht, kur është? Kur ti e mirëmban trupin që të ka dhënë Zoti, dhe mos harrojmë që sporti mendoj se është një mjet më tepër që na futet te gjërat e nevojshme për të menaxhuar një nga dhuratat më të mëdha që na ka dhënë Allahu xhele xhelalu. Ai është trupi, është fiziku. Dhe mos harrojmë në të njëjtën kohë që trupi i njeriu është emanet prej Zotit. Dhe ky emanet prej Zotit, sidomos ju të rinj për shembull, sot e keni më të zhvilluar sepse keni më shumë hapësira dhe mundësi për të marrë me sporte të ndryshme. Unë mendoj se nuk është kusht që të përkufizohet që është një sport të caktuar. Çfarë do lloj sporti qoftë? Mjafton që njeriu, sidomos ju të rinj, të merreni me sporte të ndryshme. Pse? Zhvillimi fizik përkon në formë ekuilibrimi me zhvillimin mendor, me formimin shkencor, me një edukim të mirë dhe ku do të na duhet më vonë dhe çështja e disiplinës. Mos harrojmë dhe në të njëjtën kohë se nëse ju të rinjt mësoni, keni plane, keni programe, keni projekte, keni përcaktuar hartën e jetës dhe jeni duke realizuar atë, atëherë ju keni nevojë të dëfreni. Keni nevojë dhe për argëtim. Pse mos jetë dëfrimi dhe argëtimi duke menaxhuar në formën më të mirë trupin këtë dhuratë dhe emanet që të ka dhënë Allahu xhele xhelalu, kështu dhe kalon 24 orëshi, kalon java, muaj, viti dhe njeriu kalon me fjalë i ekuilibruar. Ndryshe, nga ata njerëz të cilët portojnë, janë të hutuar, janë neglizhent, nuk merren me sport dhe në fund fare që ekuilibrohen, pra nuk kanë më ekuilibrat e duhur. Pra me sportin kemi për qëllim aktiviteti dhe mbajtja e trupit aktiviteti fizik i cili do të na ndihmojë në gjallërinë tonë. Kjo gjallëri do të na ndihmojë për zhvillimin më të mirë të gjërateve të nevojshme që përmendëm, dhe nëse do të kemi një harmoni të mirë të këtyre gjërave të nevojshme, do shkojnë siç duhet, do të ruhen më mirë gjërat e domosdoshme. Këtu kisha një pyetje, Hoxh, nëse është e mundur, a ka raste për shembull që një pikë nga ato që ose diçka që ne konsiderojmë të nevojshme bëhet e domosdoshme? Patjetër. Arsimi për shembull ose ndoshta edhe ekonomia duket ndonjëherë sikur janë të domosdoshme. Atëre, 5 domosdoshmëritë ne i përmendëm, vetëm për të treguar se pa ato nuk jetohet. Por në disa raste kemi plot gjëra tjera të nevojshme, të cilat në rrethana të caktuara marrin gjykimin e gjërave të domosdoshme. Pra pas kemi një rast të veçantë që një e nevojshme bëhet e domosdoshme. Për shembull, pejgamberi alayhi salatu selam thotë: "Tadawu ibadallah, fa inna alladhi anzala ad-dawa." Kurohuni o rob të Zotit, sepse ai i cili ka zbritur smundjen, ka zbritur dhe ilaçin. Që do të thotë, nëse ne po jetojmë me disa sëmundje që mendohet se janë të rënda, klasifikohen të rënda dhe duhet patjetër një shërim,
atëherë i bie që ne duhet studiojmë për të gjetur shërimin, për të gjetur kurimin, sepse ekziston, është aty, thjesht ne duhet hulumtojmë për ta gjetur. Atëherë, nëse ne kemi në rrezik jetët e njerëzve, atëherë pas kemi detyrë që të hulumtojmë në formën më të mirë për të arritur atë jetën ose sigurinë, domethënë maksimale, aq sa njeriu ka mundësi që njerëzit domethënë nëse s'murën të gjejnë një alternativë shërimi. Ose, kjo është feja jonë, feja në sistem jete. Do thonë bëhet domosdoshme arsimi në rastin. Për shembull, kemi rastin tjetër, në një hadith që transmeton Imam Ibn Majah në Sunenin e tij, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Men tatabbaba bi shay'in wa lam yu'lam minhu tibbun fa huwa damin." Kush merret me mjeksi dhe ai nuk njihet për të, pra nuk është i diplomuar, nuk është i afirmuar, nuk është i përgatitur për atë punë, ai është pagues, është garantues. Për çfarë? Për gabimin që mund të bëj. Dhe nuk mund të thotë dot një mjek i mirë që, një mjek kushdo të qoftë, që shiko, unë bëra punën time, por kaq ishte caktimi i Zotit. Jo. Caktimi i Zotit është dhe pjesa e paaftësisë. Caktimi i Zotit është dhe çështja e hutimit. Caktimi i Zotit është dhe neglizhenca, sepse caktim çfarë do të thotë? Caktimi është ajo që gjithçka që Zoti ka ditur në veprimtarinë në jetën tonë të kësaj bote. Pra Zoti e din kur jemi neglizhent, Zoti e din kur hutohemi, Zoti e din kur nuk jemi besnik dhe sinqert, Zoti e din kur jemi të paaftë dhe luajmë rolin sikur jemi të aftë, dhe pacienti nëse i ngel në dorë mjekut dhe ky nuk është i afirmuar dhe diplomuar, çfarë ndodh? Atëherë, sa është shpagimi? Se ai nuk e vrau me qëllim. Ai ngeli në dorë sepse ishte i paaftë. Atëherë çfarë ndodh me sa është shpagimi? Përtej masës dëshkimore varet nga dëmi që kalon. 100 deve. 100 deve. Pra, nëse një mjek nga pafësia dhe neglizhenca e tij shkon deri aty sa pacienti vdiq, duhet shpaguaj me 100 deve. Sa është çmimi 100 deveve? Minimalisht 100.000 deri në 150.000 euro. Sot. Shumë e konvertuar, sot shumë. Atëherë, kaq vleri ka dhënë Allahu xhel xhelalu jetës njerëzore nëse gabimisht shkove në vrasje. Ai nuk themi vrasje tamam, por gabimisht shkove në humbjen e jetës, sepse jeta është e shenjtë. Patjetër. A nëse ti e vret me qëllim, a nëse ti domethënë nuk je besnik dhe don ta vrasësh një person tjetër, atëherë ti je kriminal. Ne nuk po flasim tani për kategorinë e kriminalëve. Pra, shikojmë rastet që janë gjëra të nevojshme, që ndoshta nuk mund të jetojmë, mund të jetojmë pa to, por në rrethana të caktuara bëhen të domosdoshme. Përse? Sepse s'kemi mundësi tjetër. Prandaj dhe ulemat e Islamit kanë thënë, dhe kjo lloj porosie vjen pikërisht për ju, të rinjt. Në një vend kur nuk ka mjek, është detyrë për gjithë qytetin, gjithë vendin, që të bëhen mjek. A nëse merr ti përsipër apo dikush i 4-5 të tjerë dhe prezenca e tyre në studimet akademike shkencore të mjekësisë, ata përmbushin nevojat e vendit ku jetojnë, atëherë bie si detyrim për banorët e tjerë. Subhanallahu. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. E njëjta gjë ekonomia, e njëjta gjë kontabiliteti, e njëjta gjë të gjitha ato profile të jetës që janë të nevojshme në përgjithësi, por janë të domosdoshme në rrethana të caktuara. Po siguria e jetës mund të fuzë ashtu edhe rolin e policit, nëse mund ta themi. Patjetër. Duhet një rend shoqëror i sigurt. Dhe që të ruhet rendi shoqëror i sigurt, kemi nevojë për policinë, kemi nevojë për ushtrinë. Mirë, po këto janë nevoja të përgjithshme. A nëse vendi ynë sulmohet nga një vend armik, atëherë kjo ushtri nuk është më e nevojshme, është e domosdoshme të aktivizohet dhe ne të mbrojmë vendin tonë nga një rrezik i mundshëm nga një armik që mund vi jashtë vendit. Pra, domethënë, plot gjëra të nevojshme bëhen të domosdoshme në varësi të rrethanave. Të nderuar teleshikues, pas një pauze të shkurtër, rikthehemi sërish në pjesën e dytë të emisionit. Assalamu alaikum wa rahmatullah, të nderuar teleshikues, ja ku jemi në pjesën e dytë të emisionit. U ndalëm, siç tham, tek domosdoshmëritë dhe gjërat e nevojshme. Hoxhi nderuar, përmendëm pjesën me sa mbaj mend, përmendëm pjesën e ekonomisë, kur bëhet e domosdoshme, përmendëm pjesën e sigurisë, përmendëm pjesën e arsimit, tek kjo pika e arsimit dhe edukimit. A kemi një rast që edukimi bëhet i domosdoshëm për shoqërinë, sidomos për rinin, po Edukimi në përgjithësi është diçka shumë e nevojshme dhe është detyrim fetar. Është detyrim moral në të njëjtën kohë,
por që në shumicën e rasteve në formën parimore futet te gjërat tepër të nevojshme. Mirë po, në disa rrethana të caktuara, edukimi mund të jetë i domosdoshëm. Dhe mendoj pikërisht që në rrethanat ku ne sot po jetojmë, edukimi është i domosdoshëm. Është i domosdoshëm? Është i domosdoshëm për të vetmen arsye se ne po përjetojmë sot, po jetojmë një jetë në një shoqëri ku sidomos rinia po largohet nga familja dhe ne kemi folur për këtë. Po largohet nga familja, po çmontohet familja, po shpërbëhet familja, nuk ka më të edukatën e duhur, nuk po jetojnë me jetën konservatore, nuk ka një konsolidim të vërtet brenda familjes dhe po marrin si vlera plot prej antivlerave të cilat serviren si vlera dhe përrjedhoj duhet një orientim. Orientimi i duhur, ndërgjegjësimi i duhur, formimi i duhur nuk mund të jetë pa edukimin e duhur. Andaj dhe ky edukim sot bëhet i domosdoshëm më shumë se kur që një i ri apo të gjithë njerëzit në bar duke filluar nga fëmijë të rinj dhe më tej të formohen, të arsimohen dhe të pajisen me vlera edukative, të cilat do t'i ndihmojnë ata për të ruajtur familjen, familja hyn te domosdoshmëri, për të ruajtur fenë e tyre, për të ruajtur dinjitetin e tyre, për të ruajtur shoqërinë e mbar, për të ruajtur të ardhmen e tyre, për të ruajtur, domethënë, një jetë vërtet me dinjitet, e cila do ta ndihmojë më shumë me një edukatë të mirë për të ruajtur pikërisht ato domosdoshmëri që ne përmendëm pak më parë. Pra edukata, edukata, pse e themi është domosdoshme? Sepse edukata në Islam lidhet me sinqeritetin dhe besnikërinë dhe ne kemi përmendur më parë. Edukata në Islam nuk është një respekt reciprok. Jemi në autobus dhe dikush i ka nevojë të ulet. Ti i ri ke zënë vendin, vjen një i moshuar apo një e moshuar dhe ti domethënë i liron vendin. Apo kur kemi raporte të drejtë për drejta, ne buzëqeshim me njëri tjetrin. Jo, nuk është kaq e thjeshtë edukata në Islam. Edukata në Islam vjen nga besnikëria dhe sinqeriteti që buron nga zemra, buron nga një njeri i mirëfillt, nga një njeri i mirë, nga një njeri me dinjitet, nga një njeri me vlera, i cili ndon vetëm të mirën e shoqërisë. Jo më kot pejgamberi alayhi salatu selam çfarë ka thënë? Imani, besimi ndahet në 70 e sa degë, më e larta është fjala la ilaha illallah dhe më e ulta është imatatul adha anit tariq, heqja pengesës nga rruga. Pra Islami ynë, besimi ynë dhe forma edukative, sepse këto janë norma shoqërore tani, deri në heqja pengesës nga rruga, i gjithë besimi ynë fillon dhe mbaron me sinqeritet. Pra edukata jonë lidhet me sinqeritetin, lidhet me porositë hynore, lidhet me frikën nga dëshkimi se Zoti ndoshta domethënë mund të na dënojë nëse ne sillemi keq me njerëzit. Pra në rrethana të caktuara, që rinia sot dhe njerëzit në përgjithësi, por dhe shoqëria të ketë një ecuri të mbar, një ecuri të sinqert dhe të jetojnë me vlera, të jetojnë me familjen, të jetojnë me frymën konservatore, të jenë të konsoliduar në familjen e tyre, në jetën sociale dhe shoqërore, na duhet patjetër një edukat e mirëfillt, një ndërgjegjësim dhe orientim edukativ shumë i mirë, e cila pra në këto rrethana mund të dalë jo thjesht e nevojshme, por e domosdoshme. Hoxhi nderuar, nëse mund të na tregoni cilat janë të dobishme, cilat janë ato gjëra që konsiderohen të dobishme. Pra nuk janë të domosdoshme as të nevojshme, por janë dobishme. Atëherë, gjërat nuk të gjërat e dobishme, pra kishim të domosdoshme, kishim të nevojshme dhe gjërat e dobishme. Gjërat e dobishme nuk janë më të përkufizuara specifikisht. Përse? Sepse ndryshon nga një person në një person tjetër. Por mund të themi një përkufizim të përgjithshëm. Të gjitha ato gjëra të cilat janë plotësuese për jetën e njerëzit dhe nuk futen në të domosdoshme dhe nuk janë aq të nevojshme, atëherë janë të dobishme nëse ata nuk janë të ndaluara fetarisht. Pra kemi gjërat e domosdoshme, kemi gjërat e nevojshme, gjërat e dobishme të cilat e plotësojnë më mirë jetën tonë, por nuk janë shumë të nevojshme. Pastaj, për te gjërave plotësuese, ne nuk kemi gjërat të tjera të cilat janë të dobishme. Për të vetmen arsye se me gjërat që ne i plotësojmë vetveten tonë pa shpërdorime, pa shkuar në mendimallsi, duke ruajtur edukatën tonë, duke ruajtur etikën tonë, duke ruajtur moralin tonë, atëherë nuk kemi më të nevojshme dhe as të dobishme gjëra të tjera. Hoxh, pjesa e argëtimit, nëse mund të pyes, argëtimi, dëfrimi, gjitha këto që njeriu shprehet, tek cila nga kategoritë futet? Tek të dobishmet? Mund të futen në gjëra të dobishme, mund të futet në gjëra të padobishme në varësi të menaxhimit. A mund të jetë e nevojshme? Mund të jetë dhe e nevojshme në disa raste. Ne përmendëm çështjen e sportit.
është dhe që Pra, ai mund të jetë argëtim nga një anë, po është dhe argëtim. Dhe mund të jetë gjë e nevojshme nga ana tjetër, ndoshta mund të jetë edhe domosdoshme në rrethana të caktuara kur mjeku thotë merru me sport, për ndryshe fiziku do të thonë ja ku pra, do të domosdoshme. Nga këndvështrimet e ndryshme. Mund kemi dhe argëtime të cilat fillimisht mund të jenë të panevojshme, mund të jenë madje të padobishme, por nuk janë të ndaluara. Ato mund të kthehen të dëmshme atëherë kur keq menaxhohen. Dhe kemi plot prej mirësive të Zotit. Na ka mbushur Zoti. Ne jetojmë, ne madje notojmë në detin e mirësive të Allahut xhele xhelalu, keq menaxhimi ynë i këtyre mirësive mund t'i bëjë ato gjëra të padobishme, ndoshta edhe të dëmshme. Shumë i qartë. Hoxhi nderuar, nëse mundet nga ana juaj një këshill përmbledhse për të gjitha këto klasifikimin, le të themi, të gjërave në 5 pika kryesore. Çfarë këshille keni për rinin që na dëgjojnë? Këshilla ime është vetme, një këshill, dhe s'kam këshill tjetër. Çdo i ri apo çdo e re të ulet me vetveten e vet. Nëse ka nevojë për ndihmë të konsultohet me familjarët apo me të tjerë që mendon se janë të aftë për konsult, edhe të përcaktojë në varësi të jetës që jeton dhe rrethanave ku jeton. Cilat janë gjërat e domosdoshme, cilat janë gjërat e nevojshme, gjërat e domosdoshme i ka përcaktuar vetë Zoti dhe ne i përmendëm. Gjërat e nevojshme ndoshta ndryshon nga një person në një person tjetër, e rëndësishme është i përcaktosh tani dhe të jetosh me të. Ta ndërtosh jetën me to, të ndërtosh një sistem jete me to, të kalosh kohën, energjitë, vëmendjen, shpenzimin e pasurisë vetëm me to, dhe ke për të parë që vetë Zoti do t'i bëj plot gjëra të tjera të dobishme, plotësuese për gjithçka që ti planifikove për të pasur atë që kemi përmendur në emision kaluar, për të pasur domethënë një hartë të jetës më të qartë dhe t'jeni të bindur që do të jetoni jetë të lumtur. Brenda jush në zemrën, në shpirtin dhe mendjen tuaj dhe në raport me njerëzit që ju shoqërojnë në jetën e përditshme. Të falenderoj pa mas Hoxha, Allahu ta shpërbleft për çdo gjë, sidomos për këshillën. Të nderuar teleshikues, minutave të emisionit ton i erdhi fundi. Përqendrohuni mirë, siç e tha dhe Hoxha, këshillin ishte këshill vërtet e vlefshme. Të klasifikoni tek vetvetja juaj ato 5 pika dhe qëndrohuni dhe fokusohuni, siç e kemi thënë, te të domosdoshmet dhe të nevojshmet. Allahu ja sjell të mbar të gjithëve dhe bashkë takohemi emisionin e radhës. Assalamu alaikum.